Nëse kuptova, keni qenë në grupin e pajtimit gjoqë, bashkë me Anton Qetën, profesorin Rizo dhe të tjerëve. Si e kujton këtë periudhë? Ka qenë për periudhë shumë e rëndë, po ka qenë edhe një krenari të marrësh pjesë aty ku i pajton dy familje. Po ka qenë e rëndë të shkosh dikujt t'i thosh ma fal gjakun. Shumë e rëndë. Seriozisht njerëzit nuk di çush e marrin, veç për mua ka qenë shumë e rëndë më ardh me thonë ty ma fal gjakun e djalit ose të babës ose të vllaut, kur ti nuk kishe, i farforme ne nuk kishim arsye të fortë, arsyeja më e fortë është na po dojmë me bë bashkimin kombëtar. Nuk ka vllavrasje. Kjo o kon moteja janë edhe për çka kemi punuar, të tonë. S'ka vllavrasje, pikë. Faleminderit për njerëzve, vullnet mirë, po edhe për aty në të cilët kanë pas këtë problematikë, edhe kanë shih dorën e pajtimit. Na jemi shumë krenar gjithë, edhe Dajariz edhe unë edhe Antoni edhe gjithë, profesori Anton Qeta, edhe këtë ekipi, për ata që kemi bo, kemi arrit një pajtu mbi 1500 gjashtë në territorin e Kosovës.